Kontrolli i lartë i shtetit evidentoi problematika në prokurime dhe në koncesione. Deklarata u bë gjatë raportimit në kuvend të kryetarit të KLSH-s Arben Sheu për veprimtarinë e institucionit që ai drejton. Problematika në fushën e prokurimeve të përhapura në institucionet administratës qendrore dhe vendore, universitete, spitale dhe ndërmarrje publike. Ato lidhen kryesisht me planifikimin jo efektiv të prokurimeve, kufizimin e konkurrencës, parregullësitë në hartimin dhe zbatimin e kontratave, si dhe mungesën e kontrollit të brendshëm. KLSH hasi shkelje të mëdha edhe gjatë auditimit të investimeve publike. Ka pasur rialokime fondesh drejt projekteve pa vlerësim të plot, përdorim jo efikas të fondeve dhe mangësi në planifikimin buxhetor. Janë shkelur afatet ligjore të respektimit të ardhurave, të prokurimit, kontratave dhe likuidimit të faturave në sistemin informatik financiar të qeverisë, fenomeni përhapur sidomos në nivel vendor, por i pranishëm dhe në nivel qendror dhe në shoqëritë publike. Në koncesione u konstatuan shkelje të kritereve të financimit, mangësinë monitorim dhe vlerësimin e efekteve afatgjata. U vijua me pagesa për shërbimet pa kryera ose të realizuara me vëllime më të ulta, përfshi raste në shëndetësi me tejkalim buxhetesh dhe likuidime në kundërshtime për mbajtjen kontraktore përfshirë dhe TVSH. Drejtoritë e tatimeve ishin gjithashtu në fokus të raportimit të kontrollit të lartë të shtetit, ku janë evidentuar shkelje. Konstatuam mos realizimi i plot i planit vjetor të kontrolleve, si dhe problematika në kontrollet e kryera veçanërisht në përzgjedhjen mbi bazë risku, dokumentimin e procedurave dhe konkluzionet përkatëse. Në nivel qendror konstatuan mos përmbushje midis të ardhurave të raportuara dhe atyre të arktuara realisht, mungesë rakordimi me thesarin dhe regjistrat e pagesave, përdorim të ardhurave jashtë destinacionit ligjor, menaxhim i pamjaftueshëm i aseteve publike. KLSH foli edhe për largimet të padrejta nga puna dhe kostot shtesë në buxhetin e shtetit. U evidentuan largimet padrejta nga puna, mungesë dokumentacioni, mbështetës në shkelje të kodit punës dhe ligjet specifike të shërbimit civil, duke sjellë shtesë në kosto buxhetore. Gjithashtu u evidentuan mungesat e theksuara në spitalet e dedikuara për pacientët me probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë që spitalet psikiatrike përballen me mungesa serioze në kapacitetet e akomodimit dhe të shërbimeve. Në fushën e mjedisit, menaxhimi mbetjeve urbane dhe spitalore paraqet probleme serioze, sidomos në bashki si Durrësi dhe Vlora, ku mungesa e infrastrukturës dhe praktikave të sigurta rrezikon shëndetin publik dhe ndot mjedisin. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit u prezantua në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ekonomisë dhe Komisionit të Nismave Qytetare.